Themelimi i gjykatës për krime lufte në Kosovë është një dëshmi se Kosova është një shtet i përgjegjshëm. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë gjatë për të përditshme në Beograd dhe Danas ka thënë se ekziston një vullnet për vendosjen e marrëdhënieve të mira mes Serbisë dhe Shqipërisë. Ai duke folur për vizitën e tij në Beograd, e cila është shtyr disa herë, ka thënë se me kënaqësi ka pranuar ftesën dhe se do ta vizitojë Serbinë. Sipas tij është një peshë e madhe, por një përgjegjësi ta përfaqësoj Shqipërinë në një epokë të re pas marrëveshjeve të Kosovës dhe Serbisë. Ajo që mendoj tani, ka thënë Rama, nuk janë vitet që kanë kaluar dhe ato që nuk i kemi bërë, por vitet që mund t'i kemi para nesh. Ai ka folur edhe për integrimin, duke thënë se Bashkimi Evropian është një vizion, ndërsa nuk ka harruar shqiptarët e Luginës së Preshevës, duke thënë se problemet e tyre duhet të zgjidhen. Rama ka vlerësuar se kryeministrat Hashim Thaçi e Ivica Dačić meritojnë çmimin Nobel. Ai ka qenë i prerë megjithatë se Kosova tashmë është e pavarur dhe mosnjohja nga Serbia është vetëm humbje kohe. Idro Seferi, Top Channel, Beograd.